Një aksident I rënd rrugor ka ndodhur në Spanjë në linjën e trenave të shpejtësisë së lartë që përshkon rajonin e Andaluzisë. Disa vagon të një treni kanë dalë nga shina dhe kanë goditur përballë një tren që po vinte nga drejtimi kundër, duke shkaktuar një tragjedi me pasoja të rënda njerëzore. Sipas bilancit të parë, zyrtarët bëjnë me dije se mbi 39 persona kanë humbur jetën. Megjithatë, Ministria e Shëndetësisë në qeverinë e Andaluzisë ka bërë me dije se numri I viktimave ende mbetet I papërcaktuar. Për shkak të vështirësive në ndërhyrje në tre vagona që kanë përfunduar në një argjinatur. Shërbimet e emergjencës dhe dëshmitarët në vëngjarje të cituara nga mediat flasin për rreth 100 të plagosur, disa prej tyre në gjendje shumë të rëndë, si dhe për persona që ende rezultojnë të bllokuar mes renojave metalike. Në aksident janë përfshirë një tren I kompanisë Iro I nisur nga Malaga dhe në destinacion Madrid Puerta de Atoka, si dhe një tren I kompanisë Alvira I drejtuar për në Huelva në Andaluzia. Ministri spanjoll I transportit Puente ka deklaruar në rrjetin socialik se vagonët e fundit të trenit Iro kanë dalë nga shinat duke pushtuar binarët e kundërt, ku në atë moment po qarkullonte treni Refne për në Huelva. Përplasja ka qenë e tmerrshme dhe ka shkaktuar përmbysjen e të dy vagonëve të parë të trenit Renfes. Prioriteti kryesor tashmë shpëtimi I jetëve njerëzore, ka shkruar ai. Aksidenti ka ndodhur gjatë orëve të natës pranë lokalitetit Adamuz në provincën e Cordobës.